Përfundimi i afatit të vendosur për kryerjen e pagesës së biletës së autobusit me kartë bankare ka gjetur operatorët e transportit urban dhe ndërqytetas ende pa sisteme të postë të nevojshme për realizimin e këtij procesi. Megjithëse afati përcaktuar ka përfunduar, drejtues të shoqatave të transportit pohojnë se operatorët ende nuk janë pajisur me terminalet elektronike që do t'i mundësonin qytetarëve të paguanin biletën dhe përmes kartave bankare. Përpasoj, pagesat e linjave të transportit publik vijojnë të kryhen vetëm me para në dorë. Kryetari i shoqatës kombëtare të transportit qytetas Konstantin Foni tha për Monitor se mosnisja e procesit lidhet me mungesën e sqarimeve nga institucionet përgjegjëse lidhur me kostot që sjell zbatimi i skemas së pagesave elektronike, si dhe me kushte teknike që duhet të plotësohen për instalimin e pajisjeve postë në autobuza. Sipas tij, shoqata kombëtare e transportit qytetas më 29 maj 2026 i është drejtuar me një kërkesë 13 bankave që operojnë në vend, duke kërkuar informacion të detajuar mbi kostot dhe kushtet financiare të implementimit të sistemit. Në letrën drejtuar bankave, operatorët kanë kërkuar të informohen mbi tarifat e instalimit të pajisjeve, kostot e mirëmbajtjes, komisionet që do të aplikohen për çdo transaksion, si dhe mundësitë e ofrimit të tarifave preferenciale për sektorin e transportit publik. Pas marrjes së këtij informacioni, është e nevojshme që institucionet hetimore, ministrit përgjegjëse, operatorët e transportit publik dhe bankat të ulen në një tryezë të përbashkët për të sqaruar të gjitha kostot që lidhen me procesin. Është ende e paqartë se kujt do t'i kalojë kostoja e tarifës fikse prej 30 lekë e komisionit për çdo transaksion, shprehet Foni. Një nga çështjet kryesore që mbetet e paqartë sipas shoqatave të transportit është se kujt do t'i faturohen komisionet dhe tarifat që lindin nga pagesat elektronike. Ata kërkojnë të dinë nëse kostot do t'u ngarkohen kompanive të transportit apo do të transferohen pasagjerëve përmes tarifës së biletës. Po ashtu, sektori kërkon sqarim edhe për kostot e lidhjes me internetin, të domosdoshme për funksionimin e terminaleve postë, si dhe për shpenzimet që lidhen me trajnimin e faturinëve dhe personelit që do të përdor sistemin e ri. Operatorët argumentojnë se kalimi drejt pagesave elektronike është një proces që kërkon investime shtesë dhe se zbatimi i tij nuk mund të realizohet pa një ndarje të qartë të përgjegjësive financiare mes institucioneve, bankave dhe kompanive të transportit. Në pritje të përgjigjeve nga sektori bankar dhe institucionet shtetërore, operatorët e transportit thonë se mbeten të paqartë mbi mënyrën e zbatimit të detyrimit për pagesat me kartë, pavarësisht se afati përcaktuar ka përfunduar. Për shkak të paqartësive për kostot e procesit, shoqatat e transportit kërkuan shtyrje të afatit për instalimin e sistemit postë. Pas kërkesës së operatorëve, administrata hetimore në një prononcim për Monitor sqaroi se nuk parashikohen shtyrje të afateve për vendosjen e pajisjeve postë në transportin publik, një detyrim tashmë i përcaktuar në ligj, por theksuan se parashikohen penalitete të menjëhershme për subjektet dhe se operatorët duhet të nisin përgatitjet për zbatimin e procesit.